Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në takimin me prodhuesit e bimëve medicinale, tha se opozita do të negociojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vendosjen e zero tarifave. Ai u shpreh se nëse Shtetet e Bashkuara nuk pranojnë këtë marrëveshje reciproke, atëherë qeveria që ai do të drejtojë pas 11 majit do të kompensojë plotësisht tarifën e eksportit të vendosur nga vendet ku tregtarët eksportojnë. Ne do të japim përparësi shumë të madhe këtij sektori. Çka do të thotë që për çdo hektar, për çdo njësi prodhimi, për çdo hapësirë, grumullimi, për çdo investim në përpunimin e tyre, në industrinë e tyre, ne do të qëndrojmë të vendosur të subvencionojmë, të kreditojmë me kredit buta, të krijojmë çdo lehtësi. Të krijojmë çdo lehtësi. Sot ju vuani nga rënja e euros. Kjo është kalimtare, por ju garantoj se mas datës 11 maj, bordi i parë që do të ngrihet është bordi i mbrojtjes suaj nga kjo. Çfarë do thotë? Ju dhe të gjithë eksportuesve, shteti do të kompensojë rënjen e euros. Do të në një mënyrë që ju të vazhdoni me të njëjtin nivel fitimesh, bilancesh, si kundër euro të kishte kursin e saj natyral dhe jo kursin e drogës që i jep kanabis dhe kokaina në Shqipëri. Këtë e bëjmë për ju, e bëjmë për gjithë eksportuesit në Shqipëri. Shqipëria duhet eksportojë. Eksporti është prodhim. Made in Albania është krenari në tregjet e huaja, edhe në tregjet tona. Theksova çështjen e tarifave. Ne do të adaptojmë zero tarifa, por në rast se kjo nuk funksionon për arsye madhore të vendit tjetër që importon, apo arsyet që svaren prej nesh, atëherë ne do kompensojmë tarifën tuaj. Shteti do ta njollë dhe ta kompensojë 10%. Po, ne do ta nxisim këtë sektor, do e nxisim shumë. Do kemi bindjen më të thellë se kjo është një pasuri e madhe.